Surja Hud, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër ajetet e cilit u zbritën plot urtësi, dhe pastaj u shtjelluan nga ana e atij që është i urtë e i gjithë ditur. Ai u shpall që të mos adhuroni asgjë tjetër përveç Allahut. Dijeni mirë se unë jam i dërguar prej tij për t'ju qortuar e përgëzuar, dhe t'ju këshilloj që ju t'i kërkoni falje Zotit tuaj dhe të ktheheni tek ai të penduar, që ai t'ju mundsoj të kënaqeni me përjetime të bukura deri në një afat caktuar, dhe pastaj çdo punë miri t'i jap mirësinë që i takon. E nëse ata refuzojnë, thuaj ju, unë kam frikë për ju dënimin e ditës madhe. Vetëm tek Allahu është kthimi juaj dhe ai është i plot pushtetshëm për gjithçka. Shi si përpiqen ta mbulojnë çfarë mbajnë në krahëror, si për të u fshehur nga ai. Le ta dinë se edhe kur mbulohen me rroba, ai e di se çfarë fshehin dhe çfarë shfaqin, sepse ai e di mirë çfarë fshihet në gjoks. Nuk ka asnjë gjallës në tokë që të mos ushqehet nga Allahu. Ai e di vendbanimin dhe vendprehjen e tyre. Gjithçka gjendet në një libër të qartë. Leuhi Mahfuz. Është ai që i krijoi qiejt e tokën brenda 6 ditëve, ndërsa froni i tij ishte mbi ujë, që t'ju sprovoj se cili prej jush është më vepërmirë. Nëse u thua, me siguri që do të ringjalleni pas vdekjes, mohuesit me këmbgulje thonë, kjo nuk është gjë tjetër veç se një magji e qartë. Nëse ne u avonojmë dëshkimin për një farë kohe, ata thonë, pse nuk po ndodh? Por le ta dinë se kur t'ju vijë dita, asgjë nuk ka për t'u larguar më dëshkimin, dhe mbi ta do të bëhet realitet ai kërcënim me të cilin tallesh. Kur ne i japim mundësi njeriu të shijojë mëshirën tonë, e pastaj ja heqim atë, ai bëhet shpreshumbur dhe mohues. Por kur ne i dhurojmë atij të mira, pasi një e keqe e ka goditur, ai thot, kaluan të këqijat prej meje. Vërtet, ai gëzohet tej mase dhe bëhet mendjemadh. Nuk bëjnë kështu ata të cilët kanë durim dhe bëjnë vepra të mira. Për ta do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Ndoshta ti mund të priresh ta lësh një pjesë nga ajo që po të shpallet dhe po të ngushtohet gjoksi se mos ata thonë, pse të mos i jepet atij ndonjë thesar, ose pse të mos vinte bashkë me të ndonjë melek? Por ti je vetëm një qortues, ndërsa është Allahu ai që përkujdeset për çdo gjë. Mos vallë po thonë, ai e ka trilluar atë? Thua ju, sillni 10 sure të ngjashme me të trilluar, ashtu siç thoni, dhe thirrni për ndihmë këtë mundeni veç Allahut, nëse thoni të vërtetën. E nëse zotat tuaj të rrem nuk ju përgjigjen, atëherë dijeni se kjo shpallje është zbritur me dijen e Allahut, dhe se nuk ka asnjë të adhuruar me merit veç tij. A nuk po nënshtroheni si musliman? Atyre që duan jetën e kësaj bote dhe shkëlqimin e saj, ne do t'ua japim të plot shpërblimin e veprave të tyre në të, pa u lënë asgjë mangët. Këta janë ata për të cilët në jetën tjetër s'ka asgjë tjetër veç zjarrit. Veprat e tyre në të u shkatruan, ndërsa punët e tyre u asgjësuan. E kush mund të krahasohet me atë që mbështetet në argumentin e qartë nga Zoti i tij, i ndjekur nga dëshmues prej tij, me atë që i parapriu libri i Musait si udhërfyes e mëshirë? Këta e besojnë vërtet atë. Ndërsa për grupimet që e mohojnë atë, zjarri është vendi i premtuar. Prandaj ti kurse si mos dyshon atë. Ai është e vërteta e sigurt prej Zotit tënd, e megjithatë, shumë prej njerëzve nuk besojnë.
E kush është më i pa drejt se ai që trillon gënjeshtre kundër Allahut? Këta do të sillen para Zotit të tyre dhe dëshmitarët do të thonë: këta janë ata që kanë gënjur kundër Zotit të tyre. Mallkimi i Allahut qoftë mbi të padrejtët. Ata pengojnë nga rruga e Allahut dhe përpiqen ta shtrembërojnë atë, ndërsa jetën tjetër nuk e besojnë. Ata nuk mund t'i shpëtojnë dënimit të Allahut në tokë dhe nuk mund të gjejnë asnjë mbështetës tjetër veç Allahut. Atyre do t'u shumë fishohet dënimi, sepse ata nuk dëgjojnë të vërtetën dhe nuk shohin argumentat. Këta janë ata që e kanë shkatruar veten dhe prej tyre ka humbur çdo gjë që kanë trilluar. Nuk ka dyshim se në botën tjetër ata do të jenë më të humburit. Ata të cilët besojnë, bëjnë vepra të mira dhe i përulen Zotit të tyre, ata do të jenë banor të xhenetit për jetë. Këta dy grupe njerëzish mund të krahasohen me të verbrin dhe shurdhin, përkundër atyre që shohin e dëgjojnë. A janë një lloj këta? A nuk po kujtoheni? Ne e dërguam Nuhun te populli i vet, tu thoshte: unë kam ardhur te ju me një paralajmërim të fortë, që të mos adhuroni asnjë tjetër veç Allahut. Unë kam frikë për ju dënimin e një dite të dhëmshme. Paria e jo besimtarve nga populli i tij tha: ne nuk shohim tek ti asgjë tjetër përveç një njeri siç jemi dhe ne. Ne po shohim se nuk po të pason askush tjetër përveç të pavlerëve, që të ndjekin pa u menduar fare. Ne nuk shohim as që të jeni më të mirë se ne, madje ne mendojmë se ju jeni gënjeshtar. Ai tha: o populli im, shihni, nëse unë mbështetem në një argument të qartë nga Zoti im, ai më ka dhuruar mëshirë nga ana e tij, që ju nuk arrini ta shquani. Vallë, a mund t'ju detyrojmë që ta pranoni të vërtetën kur ju e urreni atë? O populli im, unë nuk ju kërkoj ndonjë pasuri për këtë. Shpërblimi im është vetëm nga Allahu. Unë nuk kam për t'i dëbuar kur besimtarët. Ata do të takohen me Zotin e tyre, kurse ju po shoh se jeni njerëz që nuk dini. O populli im, kush mund të më mbronte mua nga Allahu nëse do t'i dëboja ata? A nuk do ta pranoni këshillën? Nuk po ju them se tek unë gjenden depët e Allahut, e as se unë di të fshetën, as nuk po ju them se unë jam melek. Unë nuk kam për t'u thënë atyre, të cilëve sytë tuaj i nënçmojnë, se Allahu nuk ka për t'u dhuruar asnjë të mirë. Allahu e di më mirë se çka ata në shpirt. Po ta bëja këtë, unë do t'isha i padrejtë. Ata thanë: o Nuh, ti polemizove me ne dhe zgjate shumë me polemikën tënde. Na sill pra atë për të cilin na ke paralajmëruar nëse thua të vërtetën. Ai tha: atë ju asjell vetëm Allahu, po qëse dëshiron, dhe ju nuk do të mund ta pengoni. Këshilla ime nuk ka për t'ju bërë dobi, edhe pse dua shumë t'ju këshilloj, nëse Allahu dëshiron t'ju lërë në humbje. Ai është Zoti juaj dhe vetëm tek ai ju do të ktheheni. Mos po thonë vallë se ai e trilloi atë? Thua ju: nëse unë e kam trilluar atë, atëre ai do të ishte gjunahu im. Por unë jam i pastër nga gjunahet që bëni ju. Nuhut ju shpall: askush nga populli yt nuk do të besojë më, përveç atyre që tashmë kanë besuar. Prandaj mos u brengos më për veprimet e tyre. Ndërtoje një anije në sytë tanë dhe sipas shpalljes son, e mos mu drejto mua më për ata që kanë bërë padrejtësi. Ata do të përmbyten. Ai nisi të ndërtonte anijen. Sa herë që kalonte pranë tij, paria e popullit të tij e përqeshte. Ai u thoshte: nëse ju talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju ashtu siç po talleni ju. Por shpejt do ta mësoni se kë do të zërë dënimi poshtrues dhe mbi kë do të bjerë dënimi i përhershëm. Kur erdhi urdhri ynë dhe burimet e tokës gufuan,
Ne i tham: ngarko në të nga një qift, mashkull e femër prej çdo krijese, familjen tënde, përveç atyre për të cilët është dhënë vendimi i ndëshkimit, dhe besimtarët, por vetëm pak besuan në të. E ai tha: hipni në të, me emrin e Allahut, ajo lundron dhe ndalet. Vërtet, Zoti im është falës i madh e mëshirë plot. Kështu Ania lundronte me ta përmes valve të larta si male. Nuhu thiri të birin që ishte veçuar nga të tjerët: o biri im, hip bashkë me ne e mos u bëj me mohuesit. Ai, i biri, tha: unë do të ngjitem në mal, që do të më mbroj nga uji. Nuhu i tha: sot asgjë nuk mund të shpëtoj ndonjë prej ndëshkimit të Allahut, përveç atyre që ai i ka mëshiruar. Ndërkaq, dalga hyri mes tyre, e djali që nga ata që u mbytën. Pastaj erdhi urdhri: o tokë, gëlltite ujin tënd, dhe ti o qiell ndale shiun tënd. Uji u tërhoq, urdhri u zbatua dhe Ania u ndal në malin El Gjudi. Pastaj erdhi fjala: mallkuar qoftë populli keqbërës. Nuhu ju drejtua Zotit vet dhe tha: o Zoti im, biri im është prej familjes sime. Nuk ka dyshim se premtimi yt është i vërtet, dhe ti je gjykatësi më i drejtë. Allahu tha: o Nuh, ai nuk është nga familja jote, sepse ai ishte vërtet një punë keq. Prandaj ti mos më kërko mua diçka për të cilën nuk ke dijeni. Unë të këshilloj që të mos bësh si të paditurit. Ai tha: o Zoti im, unë kërkoj mbrojtjen tënde që kur të mos kërkoj prej teje ata për të cilën nuk kam njohuri. Në qoftë se ti nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron, unë do të jem vërtet ndër të humburit. Erdhi fjala: o Nuh, zbarko me paqe nga ne me bekime të shumta për ty dhe për popujt që janë me ty në anije. Por do të ketë popuj që do t'u japim kënaqësi për një farë kohe, por pastaj do t'i godasim me një ndëshkim të dhemshëm. Këto janë disa nga tregimet për të padukshme, që ti kemi shpallur ty, të cilat nuk i ke ditur as ti, as populli para këtij Kuranit. Prandaj bëj durim, sepse fundi i lavdishëm u takon të devotshmëve. Edhe tek Adët dërguam vëllain e tyre, Hudin. Ai u tha: o populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër që e meriton adhurimin përveç tij. Ju veç se trilloni. O populli im, unë nuk po kërkoj për jush asnjë shpërblim për këtë mesazh. Shpërblimi im vjen vetëm prej atij që më krijoi. A nuk e kuptoni këtë? O populli im, kërkoni falje prej Zotit tuaj dhe kthejuni atij të penduar. Ai do t'ju lëshoj shi me mbusholli dhe do t'ju shtoj fuqi mbi fuqinë tuaj. Prandaj mos ktheni shpinën e mos u bëni të padrejtë. Ata thanë: o Hud, ti nuk na sollë ndonjë argument të qartë, dhe ne nuk i braktisim zotët tanë për fjalën tënde dhe as nuk do të besojmë ty. Ne themi se ndonjë prej idhujve tanë të ka goditur me ndonjë të keqe. Ai tha: unë kam dëshmitar Allahun, por dëshmoni edhe ju që unë distancohem nga idhujt që ju adhuroni veç ti. Mblidhuni të gjithë me komplote kundër meje e mos më jepni asnjë afat. Unë jam mbështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj.
nuk ka asnjë gjallës që ai të mos e ketë në sundim. Vërtet Zoti im është i drejtë. Nëse ata kthejnë shpinën, thua ju, unë tashmë ju a kam përcjell qartë atë me të cilën jam dërguar te ju. Zoti im mund t'ju zvendësoj me një popull tjetër e ju nuk mund t'i bëni atij kurfar dëmi. Vërtet, Zoti im është mbi kyros mbi çdo gjë. Kur erdhi caktimi ynë, atëherë me mëshirën tonë, ne i shpëtuam Hudin e së bashku me të edhe ata që kishin besuar. Ne i shpëtuam ata prej një ndëshkimi të ashpër. Ja, ky ishte populli i Adit. Ata i mohuan me forcë argumentet e Zotit të tyre, nuk ju bindën të dërguarit të tij dhe shkuan pas urdhrit të çdo tirani kokfort. Ata u ndoqën me mallkim si në këtë botë, ashtu edhe në ditën e gjykimit. Le të dihet, Adët mohuan Zotin e tyre, qofshin të shkatëruar Adët, populli i Hudit. Edhe të Themudët dërguam vëllain e tyre, Salihun. Ai u tha: O populli im, adhurojeni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër që meriton adhurim veç tij. Është ai që ju krijoi nga toka dhe ju bëri banor të saj. Kërkoni falje prej tij dhe gjithmonë pendohuni tek ai. Me të vërtetë, Zoti im është afër dhe ju përgjigjet lutjeve tuaj. Ata thanë: O Salih, ti vërtet ke qenë shpresdhënës mes nesh më përpara. Si vallë po na ndalon tani që të adhurojmë atë që adhuronin prindrit tanë? Vërtet, ne jemi në mëdyshje për atë në të cilën po na fton. O populli im, nuk e shihni? Nëse unë bazohem në argumente nga Zoti im dhe ai më ka dhuruar mëshirë prej tij, kush do të më mbroj mua nga Allahu nëse unë nuk i bindem atij? Atëherë ju nuk do të më shtoni gjë tjetër veç humbjes. O populli im, kjo është deveja e Allahut dhe ajo është një shenjë e qartë për ju. Larani atë të ushqehet në tokën e Allahut e mos i bëni ndonjë të keqe, sepse ashtu do t'ju kap dënimi menjëherë. Por ata e therrën atë, prandaj ai u tha: Kënaquni në shtëpitë tuaja për 3 ditë para dënimit tuaj. Ky është një kërcënim i vërtet e jo gënjeshtër. Kur erdhi urdhri ynë për ndëshkim, me mëshirën tonë, ne e shpëtuam Salihun dhe ata që besuan nga poshtrimi asaj dite. Zoti yt, ai është i fuqishëm nga dhimtar. Ndërsa ata që bën padrejtësi i kapi britma e tmerrshme dhe u gdhin në shtëpitë e tyre si kufoma, sikur të mos kishin jetuar kurrë në to. Themudët e mohuan Zotin e tyre, qofshin të larguar nga mëshira e Allahut, Themudët. Edhe Ibrahimit i shkuan të dërguarit tanë me sijariq dhe i thanë: Selam. Ai u përgjigj: Selam paçi gjithnjë, dhe nuk vënoi t'i gostiste me një viç të pjekur. Kur pas e duart e tyre nuk po e preknin mishin, ju dukën të pazakontë dhe ndjeu një farë frike prej tyre. Ata i thanë: Mos ki frikë, ne jemi të dërguar për të populli i Lutit. E shoqja që rinte në këmbë qeshi. Ne përgëzuam atë me Ishakun e pas Ishakut me Jakubin. Ajo tha: Mjera unë, e si mund të lind fëmijë kur unë jam moshe madhe e buri im është plak? Kjo vërtet do t'ishte shumë çudi. Ata i thanë: Mos po çuditesh me caktimin e Allahut? Mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin për ju, o familje e kësaj shtëpie. Vërtet, ai është i lavdëruar dhe i madhërisëm. Pasi Ibrahimit i kaloi ajo ndjenja e frikës dhe pasi mori lajmin e mirë, ai diskutoi me të dërguarit tanë rreth popullit të Lutit. Ibrahimi ishte vërtet shumë i butë, pendestar dhe i kthyer tek Allahu me bindje në nështrim. O Ibrahim, lere këtë, urdhri i Zotit tënd tashmë ka zbritur.
nuk ka më dyshim se ata do të vuajnë një dënim të pashmangshëm. Kur të dërguarit tanë vajtën te luti, ai u brengos shumë për ta, e ndjeu veten të pafuqishëm për mbrojtjen e tyre dhe tha: "Kjo është një ditë e vështirë." Pastaj aty u turrën njerëzit e popullit të tij. Ata kishin kohë që bënin vepra të turpshme. Atëherë ai tha: "O populli im, ja ku janë bijat e mia, gratë tuaj. Ato janë më të pastra për ju, për martesë. Kijeni frikë Allahun e mos më turpëroni me mysafirët e mi. A nuk ka ndër ju një njeri me mend?" Ata thanë: "Ti e di mirë se ne nuk kemi asnjë nevojë për bijat e tua, gratë tona. Ti me siguri e di shumë mirë se çfarë duam ne." Ai tha: "Sikur të kisha fuqi kundër jush, ose të kisha një krah të fortë ku të mbështetesha." Ata të dërguarit i thanë: "O Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd dhe ata në asnjë mënyrë nuk kanë për t'u ofruar ty. Kur të jetë fundi i natës, largohu bashkë me familjen tënde dhe askush prej jush të mos vështrojë mbrapa. Por gruaja jote do të mbetet prapë. Atë do ta godasë e njëjta gjë që do të godasë edhe ata. A fati i tyre është mëngjesi? A nuk është afër mëngjesi?" Kur erdhi caktimi ynë, ne e kthyem çdo gjë përmbys dhe lëshuam mbi ta një rrebesh të pandërprerë gurësh balte të forcuar, të shenjuar nga Zoti yt. Një dënim i tillë nuk është larg për të padrejtët. Në Medjen dërguam vëllain e tyre, Shuaibin. Ai u thoshte: "O populli im, adhurojeni Allah. Ju nuk keni Zot tjetër që meriton adhurimin veç tij. Masni e peshonit drejt. Unë po shoh se gjendeni në mes të mirësive të mëdha, por kam frikë për ju dënimin e një dite gjithë përfshirëse. O populli im, masni e peshoni sakt, mos u acënoni njerëzve hakun që u takon dhe mos u bëni shkatrimtar të tokës me padrejtësitë tuaj. Ato që ju a ka lejuar Allahu janë shumë më të mira për ju nëse vërtet jeni besimtar, por unë nuk jam mbrojtari juaj." Ata thoshin: "O Shuaib, vallë, namazi yt po thot të na urdhërosh që ta braktisim atë që kanë adhuruar prindrit tanë dhe të mos veprojnë me pasurinë tonë si të duam vetë? Ti na qenë ke ai i buti e i mençuri? O populli im, shihni nëse unë kam provat sigurta nga Zoti im dhe ai, nga ana e tij më furnizon mua me begati të mira. Unë nuk dua që duke ju kundërshtuar ju, të bëj vetë atë që juve duat ju andaloj. Unë dëshiroj vetëm që të përmirësoj me sa kam fuqi, por suksesi në misionin tim vjen vetëm me ndihmën e Allahut. Vetëm atij i mbështetem dhe vetëm atij i drejtohem. O populli im, mos lejoni që kundërshtimi e urrejtja ndaj meje t'ju rrëzoj e t'ju bëj që t'ju godas ajo që e goditi popullin e Nuhut, popullin e Hudit ose popullin e Salihut. As populli i Lutit nuk është shumë larg prej jush. Kërkojini falje Zotit tuaj dhe kthejuni atij të penduar. Vërtet, Zoti im është mëshirëplot dhe shumë i dashur." Ata thanë: "O Shuaib, ne shumë nga këto që ti po na thua nuk po i kuptoj. Në të vërtet, ne të konsiderojmë ty si njeri të dobët në mesin tonë. Po të mos ishte fisi yt, ne do të gjuanim me gurë sepse ti nuk e as një pozitë të lartë ndër ne." Ai tha: "O populli im, mos vallë farefisi im është më i çmuar për ju se sa Allahu. Kështu, ju e keni hedhur besimin pas shpine. Por pa dyshim, Zoti im di gjithçka që ju bëni. O populli im, bëni çfarë të doni me tuajën, por edhe unë do të bëj timen. Shpejt do ta kuptoni se kush do të goditet nga dënimi poshtrues dhe se kush është gënjeshtar. Rrini në pritje,
sa dhe unë së bashku me ju po pres. Kur erdhi urdhri ynë, ne me mëshirën tonë e shpëtuam Shuaibin dhe bashkë me të i shpëtuam edhe ata që besuan. Ndërsa zullumqarët i kapi britma e të mërshme dhe u gdhin në vendbanimet e tyre si kufomat të gjunjëzuara, si të mos kishin ekzistuar fare aty. Qofti larguar nga mëshira e Zotit, me djeni si kurse u largua Themudi. Ne dërguam Musan me mrekullit tona dhe me faktet qarta të faraonit dhe rrethi i tij, por rrethi i tij i shkoi pas urdhrit faraonit, edhe pse urdhri i faraonit nuk ishte i drejtë. Ditën e Kiametit, ai do t'i prijë popullit vet dhe do ta çojë në zjarr. Sa i shëmtuar është ai vend ku ata do të çohen. Ata i ndjek mallkimi si në këtë botë, ashtu edhe në ditën e Kiametit. Sa e keqe është ajo dhuratë që do t'u jepet. Këto që të rrëfyem janë disa nga historitë e këtyre vendeve. Disa prej tyre ekzistojnë ende e disa janë shkatruar. Ne nuk u bëm atyre asnjë padrejtësi, por ishin ata që i bën padrejtësi vetes. Kur erdhi urdhri i Zotit tënd, atyre nuk u erdhën as pak në ndihmë zotat e tyre, të cilëve u luteshin veç Allahut. Ata nuk kushtuan asgjë tjetër përveç shkatrimit. I tillë është ndëshkimi i Zotit tënd kur bie mbi popujt që bëjnë padrejtësi. Vërtet, ndëshkimi i tij është i dhëmshëm dhe i ashpër. Padyshim, këtu ka shumë mësime për atë që i druhet dënimit të jetës tjetër. Ajo është dita e tubimit të njerëzve dhe dita që do ta dëshmojnë të gjithë. Ne nuk po e vonojmë atë përveç se deri në afatin e caktuar. Kur të vijë ajo ditë, askush nuk do të flasë pa lejen e tij. Prej tyre do të ketë të dëshpëruar, por do të ketë edhe të lumtur. Të dëshpëruarit do të jenë në zjarr, ku do të kenë ofshama e ngashërim. Ata do të jenë aty të përjetshëm sa të jenë qiejt dhe toka, përveç çfarë do Zoti yt. Zoti yt vepron gjithçka që ai dëshiron. Ndërsa të lumturit janë në xhenet, aty do të jenë të përjetshëm sa të jenë qiejt dhe toka, përveç çfarë do Zoti yt. Ata do të kenë një shpërblim të pandërprer. Mos ki asnjë dyshim për atë që adhurojnë ata. Ata nuk adhurojnë asgjë tjetër përveç çfarë adhuronin më parë prindrit e tyre. Ne do t'u japim pjesën e vet pa u acënuar. Ne i dham Musait librin, rreth të cilit kanë pasur kundërshtime, sikur të mos kishte qenë vendimi i Zotit tënd i përcaktuar më herët, me siguri çështja do të kishte marrë fund. Por ata kanë dyshime rreth tij dhe janë në mëdysh. Nuk ka dyshim se çdo njërit prej tyre, Zoti yt do t'ja jap të plot shpërblimin për veprat e veta. Ai di gjithçka që bëjnë ata. Prandaj qëndroni të patundur në rrugën e drejtë, ashtu siç jeni urdhëruar. Ti dhe ata që janë penduar e kanë besuar së bashku me ty dhe mos i kaloni kufijt. Ai sheh gjithçka që bëni ju. Dhe mos anoni kur nga ata që bëjnë padrejtësi, e kështu t'ju përcëlloj zjarri. Atëre, ju nuk do të keni asnjë mbrojtës përveç Allahut, dhe askush nuk do t'ju ndihmoj. Dhe fale namazin në 2 skajet e ditës, edhe në orët e afërta të natës. Sigurisht që veprat e mira i shlyen ato të këqijet. Ky është kujtim për ata që kujtojnë Zotin e tyre. Bëj durim, se me të vërtet, Allahu nuk u humb shpërblimin vepër mirëve. Përse të mos kishte nga brezat para jush, të mençur e të nderuar që ta ndalonin shkatrimin në tokë. Përveç një pakice të cilët i shpëtuan nga e keqja, të gjithë të tjerët ishin keqbërës. Ata u dhanë pas kënaqësive si të shfrenuar, e ngulmuan në gjunahe. Zoti yt kur nuk do t'i shkatronte ato vende, nëse banorët e tyre do t'ishin vepër mirë e këshillues. Sikur të dëshironte Zoti yt, do ta bënte njerëzin të një feje, por ata do të jenë vazhdimisht duke kundërshtuar.
përveç atyre të cilët i ka mëshiruar Zoti yt. Për këtë dhe i krijoi ata. Vendimi i Zotit tënd do të përmbushet. Unë do ta mbush xhehenemin me gjindë dhe njerëz bashkë. Gjithçka që po ta rrëfejmë nga historitë e profetëve, që me to ta forcojmë zemrën tënde. Në këtë shpallje të ka ardhur e vërteta, këshilla dhe kujtimi për ata që besojnë. Thua ju atyre që nuk besojnë, bëni çfarë të mundeni në tuajën, se edhe ne do të bëjmë tonën. Ju prisni, se edhe ne jemi duke pritur. Vetëm Allahut i takon dija për fshehtësitë e qiejve dhe të tokës, dhe vetëm tek ai kthehet çdo çështje. Atëherë vetëm atë adhuroje dhe vetëm tek ai kërko mbështetje. Zoti yt nuk është i shkujdesur ndaj veprave tuaja.